Tashmë edhe kemi të ftuar në emisionin e mëngjesit trajnerin e klubit Taekwondo Ulqini dhe përfaqësuesit e këtij klubi. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi, faleminderit juve. Mirë se erdhët edhe një herë dhe ju urojmë suksese edhe një herë për këto sukseset e fundit që keni pasur. Faleminderit. Na tregoni përafërsisht se cilat ishin ato aktivitetet e fundit që ju ishit në këtë periudhë? Ne nga data 31 goshtu se çdo vikend kemi qenë aktivitete, ndërsa këto dy të fundit kanë qenë të një rangut pak më të lartë dhe ja vlen që të përmendet më së shumti këto dy të fundit, ku javën, domethënë vikendin e kaluar kemi qenë në ligën botërore e cila ishte marrë këtu në Podgorica, domethënë shteti Malezi ka qenë një koqer, kurse vikendin që kemi lanë pas, kemi qenë në Letoni, kampionatin evropian për shtetet e vogla. Klubi i Taekwondo Ulqini, antarët e klubit Taekwondo Ulqini, kanë pas një sukses jashtëzakonisht të shkëlqyer në Letoni, në qytetin e Rigas, ishte organizuar kampionati evropian për shtetet e vogla, ku kemi marrë pjesë me 5 sportistë, ku edhe të gjithë sportistët kanë qenë të suksesshëm që kanë arritur deri te zona medaljes. Vlen të cekët më së shumti, domethënë Sara Kraja dhe Enes Dushku, të cilët janë shpall kampion të Evropës, domethënë për vendet e vogla, të cilët me ndeshjet e tyre të fituara arrin deri në finale dhe fitojnë medaljen e artë. Për Sarën do thotë ishte viti i tretë rradhëzi e cila shpallet kampione e Evropës të shtetet e voglave, çka e përbën domethënë një sukses të veçantë edhe për karrierën e saj, si dhe për klubin. Kurse vikendi që lam pas në Malin e Zi, domethënë në qytetin e Podgoricës, Hotel Voko ishte organizuar liga botërore, ku kanë marrë pjesë afër 700 sportistë nga 28 vendet botës. Sa i përket kësaj ligës, liga botërore domethënë ka të bëjë me këtë ranglistën e botës dhe Evropës, ku çdo fitore do thënë regjistrohet dhe fitojnë pikë derisa arrin në finale, ku ka qenë rënguar e nivelit G1 dhe E1, që do të thotë që vendi i parë merr 10 pikë. Ne kemi pas sukses edhe aty, Enesi ishte shpall kampion pas 3 ndeshjeve dhe përveç medaljes të artë, ajo që ishte edhe më e rëndësishme për te dhe për ne është se ai fiton edhe 10 pikë në renditjen botërore, ku ai tani për momentin në ranglistën evropiane botërore ka mbi 230 pikë. Sara për fatkeq domethënë ka psu një lëndim në Letoni dhe nuk ka pas mundësi që të paraqitet në këtë garë shumë prestigjioze, për shkak se këtë vikend që vjen do të thotë jemi në kampionatin ballkanik dhe kështu që ne është dashmi mi shkapërcy një. Sara, më tregoa si u ndjeve kësaj radhe që nuk mujti të merresh pjesë aty? Unë normal e kam pas garën më të rëndësishme edhe në Evropë e kam pas, edhe aty kur e kam fituar vendin e parë, normal aty ndodhin edhe lëndimet edhe gjanat, edhe fatkeqësisht nuk kam mujt me paraqit. Nuk është ndjenjë e mirë. Cilat janë ato të radhës që do të kesh përsëri? Që je duke u përgatitur? U përgatit jena tash këtë vikend, si thjesht tha trajneri, kena Ballkanin, që është një garë shumë e rëndësishme, me shumë garuesa, shpresoj që të kemi sukses më. Cilat janë ato pikat kyçe dhe kryesore që ti ja vën vetes për diçka të tillë dhe kaq të madhe që ju pret? Sepse kjo është viti i fundit, domethënë i treti vit junior, edhe shpresoj edhe çdo garë që shkoj, shpresoj që të jep më të mirën, suksese më të mirë deri në fund të vitit. Enes, më trego për ty si ishte kjo periudhë? Deri me tani, pra prej nga shtatori deri me tani ishte shumë bukur, jam i kënaqur me rezultatin tim. Dhe një çfarë do vazhdojmë përsëri që kemi me këto rezultate, pra kemi kampionatin ballkanik dhe kampionatin evropian dhe Grand Prix finale që i kam pra në synim që të fitoj ndonjë medalje të artë ose ndonjë medalje që të arrijë deri në zonën e medaljeve. Tani që ishim në Letoni, unë kam fituar vendin e parë, pra që kam mbujtur përfaqësuesin e Letonisë dhe përfaqësuesin e Luksemburgut në finale. Ndërsa në Podgoricë kisha 3 lufta që kam mbujtur përfaqësuesin e Serbisë, pastaj të Gjermanisë dhe në finale përfaqësuesin e Bosnjës dhe Hercegovinës. Si je duke u përgatitur për këto të radhës?
Me trenizje normale pra për ditën, të ba trenizjet edhe serioze, dhe duke majtur vedin me ushqimin e mirë, pra dhe duke majtur vedin në një nivel të cileve që ta kemë malete për kategorinë time. Trener, me trego, e shprehin lodhjen ndonjëherë, mërziten ndonjëherë për këto, sepse i keni çdo vikend jeni të angazhuar? Pa, normal, e ish pjesë me hanë pjesë e jetës, normal e ja nuk mundish dhe me hanë mik asaj, dhe me hanë një punë që i bahet, thuj se çdo vikend që ka një angazhim, se këtu dhe me hanë ish shpenzimi i energjisë madhe, normal që ato ndjehen mirë, po ne jemi një grup, një ekip që jemi si me hanë, jemi pregadit paka shumë psikikisht në këtë mënyrë, për atë arsye dhe kemi kërku dhe me hanë shumë këshilla nga psikologu i sportit mental, edhe na dhe me hanë edhe përveç asaj që ish ngarkesë për këta, në përgjithësi dhe me hanë ne paka shumë jemi të pregaditun për këtë punë dhe e kemi marrë si me hanë, si që përmendim në atë fjalën popullore me sportivitet, e kemi marrë që tani ne i kemi hy kësaj punë dhe duhet ta çojmë deri në fund, kështu që vetëm se ajo çka mundet neve me na penalizu, domethënë nuk ish mërzia, nuk ish lodhja, ish lëndimi. Lëndimi do të mundet me na penalizu, kurse sa i përket kësaj grupe kjo peshë e cila ishte në ranglistën evropiane botërore, domethënë nuk merren në shumë fort me mërzi, a munden as munden, na jemi tu nap maksimumin edhe këta janë tu nap maksimumin. Në mënyrë se kjo periudha dytë përmend na ka zënë shumë gara zyrtare, na kanë zënë shumë afër njëna tjetrës, domethënë siç ka qenë kampionati evropian për shtetet vogla, që për ne ka shumë rëndësi, se pasi kampionati evropian ishte një titull. Pastaj Liga botërore, tash kemi menjëherë kampionatin ballkanik, pastaj na vjen mas 2 javë na vjen kampionati evropian për junior, ku do të jenë Sara dhe Enesi nga Ulqini me përfaqësuesen e Malit të Zi, dhe na pret Grand Prix final, ku shpresojmë që përsëri kanë me qenë Sara me Enesin të renditur në mesin e 16 më të mirë të Evropës, që edhe kjo përban një sukses shumë të lartë për ne. I rikujtoj edhe një herë se Sara dhe Enesi kanë qenë edhe në lojrat olimpika evropiane për herë parë në historinë e qytetit Ulqinit, dhe shpresoj që të paktën mos kenë lëndime, se lëndimi si me hanë na penalizon edhe na hedh krejt poshtë, dhe me hanë gjitha ato shpenzime, gjitha ato punë, gjitha ato mund, kurse sa i përket mërzisë dhe lodhjes, dhe me hanë ata janë aty mirë, po mundohemi që në mënyrë psikologjike ti te kalojmë ato. Të gjitha këto gara i keni, si që cekëm, çdo vikend jeni të angazhuar. Çdo vikend. Keni pasur ndoshta edhe ndonjë diskutim me psikologun e sportit? Pa, kemi pas. Me psikologun e sportit, cilin e cakton federata. Sa është kjo e rëndësishme? Po kjo shumë e rëndësishme për atë arsye, si që ceka edhe më herët, në mënyrë që nxënësit domethënë shprehin ato shqetësimet e tyre, për shembull, më shumtit. Dhe tash ti kur e shpreh një shqetësim, kërkon një zgjidhje të atij shqetësimit. Dhe domethënë ne mundohemi që edhe atë ta përdorim që ai me të na zgjidhje më të mira, për shembull, si mi zgjidh për shembull problemin që po thomi ka ngarkesë fizike shumë, ka lodhje, ka mërzi, çdo vikend udhëtim, në anë tjetër ishte edhe shkolla, familja, aerodrome, balona, vanohet, zvanohet, pamrrim, spamrrim. Shqetësimi më i madh për këta janë edhe mbajtja e kategorisë, se nuk ish kallë që të bëhet ajo kategori, domethënë duhet të ketë shumë kujdes në ushqim, edhe kështu që edhe aty domethënë duhet punohet në drejtim vërtet, domethënë si ishte ajo fjala angleze, if you want to judge me, you have to walk on my skin, domethënë nëse do më gjyku, nëse do më gjyku dikush, këta duhet vërtet me shku në hapat tyne ose në likur tyne, se vërtet domethënë unë i përgëzoj domethënë për këtë moshë, domethënë që ja kanë tanë këtë energji, tanë këtë angazhim, se për zotin këtë disiplinë domethënë këtë moshë shumë vështirë mi majt posaçërisht në mentalitetin tonë. Pastaj vjen edhe suksesi. Pastaj vjen edhe suksesi, normal. Me kategoritë më të vogla, keni... Me kategoritë më të vogla kemi pas, por nuk kemi arrit, domethënë kemi thujse jo çdo vikend, po thujse çdo dytin vikend kemi pas disa turnamente këtu internacionale në region, mirë po nuk kemi mrit me marrë pjesë, pasi që vërtet domethënë jemi kjo ligat evropiane botërore, kampionatet evropiane zyrtare vërtet dojnë angazhim shumë, energji shumë, dhe në anën tjetër, ashtu siç kam thënë edhe më herët, unë jam trajner i vet në klubin e Taekwondo's Ulqinit dhe nuk mund t'ja dal edhe në të dyja frontet. Mirë, po me kategorinë e re, ta quaj kështu, me kategorinë tjetër, domethënë i kemi planet tona, i kemi turnamente të cilat kemi me marrë pjesë, domethënë
i kemi edhe kampionatin evropian për fëmijë, kemi kampionatin ballkanik po ashtu edhe për fëmijë, kështu që jemi marrë edhe në drejtim edhe me ta. Kurse me këtë pjesë kemi më shikuar që do një vikend që t'jemi pak më të lirë me marrë pjesë, më jap hapësirë edhe aty në disa turnamente internacionale që edhe ato përfitojnë pak përvojën e kësaj garës, në mënyrë që edhe me një grup tjetër për fëmijësh prej 12 personash jam në përgatitje për këtë lloj high performance që i thonë nivelin e lartë. Sara, me trego sa ke të vështirë ti ndoshta edhe sa i përket edhe ushqimit në këtë pjesë. Normal çdo sportista ka të vështirë këtë sepse duhet një majt kategorinë vetë për një kohë të gjatë, edhe duhesh me bërë sa më shumë pikë tash nëse dënë me shku në kategori tjetër, kemi fillu prep për fillimit, edhe më mirë me hik keq në kategori për kace. Do të thotë duhen të jenë në një peshë konstant. Pikë për shembull Enesi që i ka 230 pikë nëse Enesi e kalon peshën 68 dhe shkon në peshën 73, atëherë ky fillon për fillimit. Domethënë ky i hupin gjithë ato pikë dhe do të mahan faktikisht një kategori tjetër, është komplet kategori botë tjetër, domethënë nuk mund edhe sa është kategorinë 59, ajo për shembull në kategorinë 59 renditet e 6-ta në Evropë dhe nëse del për shembull në kategorinë 62 e cila është pas 59-shit, atëherë kjo do të jetë 700 në Evropë. Më tregoni, do të ketë ndonjë gjë interesante nga juve edhe në ulqim, sepse ne mund të ju shohim vetëm në përbotë kështu. Po ne, ajo çka ishte interesante e jona, domethënë është turnamenti të cilin e organizojmë në muajin maj, në javën e fundit të muajit maj, ashtu siç e kemi bërë si traditë për 6 vite me radhë. Kështu që përsimjet domethënë kemi përfunduar sa i përket turnamentit tonë, i cili domethënë ka qenë një turnament i suksesshëm, afër 500 sportistë, pasi që aq e lejon, ajo nuk lejon më tepër se deri në 500, maksimumi 550. Kështu që përgatitemi për vitin e ardhshëm dhe përgatitemi që simjet për shembull muajin janar ta kemi një lloj feste ta quajmë kështu në klubin tonë, duke festuar rezultatet e vitit 2024-2025. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit, dhe patjetër ju uroj shumë suksese në këto garat e radhës që ju presin. Faleminderit shumë. Faleminderit.